Po kush je ti mor, ulu aty thot, na thojnë shoqënia për rreth. A ti të më ndryshu botën a? Po lënë mor të bajnë çfarë duan njerëzit, ndosh besojnë, ndosh mos besojnë, ti çu rahatin tonë. Dikush mund ta çujnë në ditët e sotme, bu më marr modelin e Hazreti Ibrahimit alayhis salam, bu më analizu në anën logjike dhe sociologjike dhe ndoshta psikologjike. Njerëzit mund ta çujnë çmenduri atë që ka bën ai. Ama jetë që çmenduria në thojza është përjetësuar në Kur'an, duke lënë një model shumë të fortë, shumë të bukur, një shembull të jashtëzakonshëm deri në kiamet për njerëzit që besojnë Allahun. Se çmenduri duket në fakt që një njeri tek me u çu kundër një shoqënie. Po kush je ti mor, ulu aty thot, na thojnë shoqënia për rreth. A ti të më ndryshu botën a? Po lënë mor të bajnë çfarë duan njerëzit, ndosh besojnë, ndosh mos besojnë, ti çu rahatin tonë. Qyrë punën tonë, po kush pa qyrë ty? Na thojnë sot njerëzit, që janë tonë të besimtarë, lene ma ai tek. Pra bu me menua shumë situatë e vështirë. Ama jetë që Allahu xhaleshanuhu na bjen kështu modelesh dhe kështu shembuj për ta tregu të vërtetën, tauhidin, devotshmërinë.